Të nderuar përfaqësues të mediave, të dashur qytetarë. Si kryetari i komunës Tetovës, i kam kushtuar vëmendje të veçantë arsimit që e kishin lënë të katandisur, të politizuar dhe pas një investimi infrastrukturor. Për herë të parë, pas më shumë se 20 viteve, në Tetovë po ndërtohet shkollë. Po ndërtojmë objektin e shkollës mesme tekstile dhe të gjimnazit 7 Marsi. Objekt me hapësirë moderne për mësimdhënie, laborator, kabinete dhe ambiente ndihmëse, duke garantuar standardet më të larta infrastrukturore. Investojmë rreth 5 milion euro për këto 2 shkolla, pjesërisht të financuar nga qeveria e Maqedonisë së Veriut. Arsimi do mbetet prioriteti im edhe në mandatin që vjen. Tashmë kemi planifikuar 12 objekte që kanë të bëjnë me infrastrukturën arsimore, duke filluar nga arsimi fillor dhe i mesëm. Edhe atë 5 për arsim të mesëm dhe 2 për qerdhe. Ndërtojmë shkollat fillore Liria, Brasfo Migjeni, Istikbal, Përparimi, Recep Voka në Shipkovic, Rilindja në Selc, Skanderbeu në Xhepshisht dhe shkollën Kikish në Tetovë. Bazuar në strategjinë për zhvillim të arsimit, me gjithë këto investime krijojmë kushte që brenda 5 viteve të kemi mësim gjithditor. Në arsimin e mesëm, përveç objekteve për 2 shkollat që veshmë janë në ndërtim, do të ndërtojmë edhe objekt ndihmës të shkollës së mesme 8 Shtatori dhe bëjmë rikonstruimin e plotë të fasadës së shkollës së mesme Nikola Shtejn. Në arsimin parashkollor, ndërtojmë objekt të ri për qerdhen Rinia në bllokun urban 57 dhe rikonstruojmë plotësisht objektin e qerdhes Rinia tek lokacioni i njohur si Tetex, qendra sportive dhe Potok. Të dashur qytetarë, Tetova meriton arsim cilësor me infrastrukturë dinjitoze për fëmijët tanë. Tetova nuk guxon të kthehet në të kaluarën erë të papërgjegjësisë. Vazhdojmë përpara për kapitullin e dytë të zhvillimit edhe më shumë, edhe më mirë, edhe më fuqishëm në 4 vjeçarin e ardhshëm.